Lista e personave që na kanë thirrë në telefon për me ju tregu se nuk i kemi lënë harres, ekipa është marrë në privat, qashtu. Sa ka pas mundësi me marrë informacionet e sakta për ta dhe ka konfirmuar disa nga familjet që ne sot i kemi në listë dhe që i kemi lidh me kompanitë që bashkëpunojnë me ta, pa pas nevojë me dal live dhe me kërku ndihmë prej dëgjuesve dhe me mbledh të holla. Në fakt, ne në radar shpesh herë kur mbyllim programin, sidomos në muajin e shejt Ramazanit, marrim shumë mesazhe të dëgjuesve tanë që kërkojnë familje për me ndihmu. Lulzim Gashi, i cili jeton në fshatin Lapushnik të Drenasit. Gjendja shëndetësore e Lulzimit nuk është e mirë, a jeton me vllaun Arsimin. Ekipa ka vizitu këtë familje dhe ka pa përsa afërmi gjendjen se si ata jetojnë. Ata marrin vetëm një social, jetojnë në një shtëpi të vjetër me kushte jo të mira ekonomike. Është Shqipe Gjylani, kryetarja e forumit gruas në Augsburg në Gjermani, 300 euro jep për këtë familje. Familja tjetër është e Mevludini Merit nga Mitrovica, që jeton me bashkëshorten dhe një fëmijë. Mevludini javë më parë radar bashku me Olivi, në fakt, Olivi Mevludinit ja ka mundsu analizat në vlerë prej 1.000 euro. Familja Mevludinit përballet me kushte jo të mira ekonomike, pasi gjendja shëndetësore atij ja pa mundson me punu, do të ketë pako ushqimore në vlerë të 100 eurove. Edhe Isak Sadiku njejt, nga fshati Ibrahim e komunës Podujevës, edhe Lindita Sulejmani Mbellopoj, që jeton me 4 fëmijë, edhe mentor Shala nga fshati Izabeli Ullit i Drenasit, do të ketë një pako. Elfete Metolli, jeton në barakat e spitali në Prishtinë, e vetme me motrën, cila është e sëmur. Kushtet e saj janë të rënda, prandaj e kemi zgjedh edhe për të ndajmë një pako. Zonja Batie, nane 2 fëmijëve që jeton në Prishtinë, do të ketë një pako në vlerë të 100 eurove, edhe me vludet e molli, afër 60-tave, për afër 1 vit ka qëndru në strejmore, tashmë është në një banes me qëra falëndimës së strejmorës. Ajo është e pa punë dhe me kushte jo të mira ekonomike, edhe me vludet e mollit një pakon. 100 euro Marigona Dibranit po ashtu, një rast që vazhdimisht i kemi qëndru afër. Ju e dini familjen Dibrani kur radar ka fillu ditën me te kjo familje në Hajvali, ku jetojnë 5 motrat me nanën e vet, dhe familjes e Enver Gashit punon te pastrimi, jeton me vajzën, me aftësit kufizume, një pako në vlerë 100 euro. Ndërkohë kemi një dëgjuese tonën që po pret një intervenim e pas së shpejti, që është Mirlinda, një dëgjuese jona e rregullt e prekur nga kanceri, këto ditë i nënshtrohet një operimi. Kemi një dëgjues që është lajmëruar ditë më parë dhe ka shpreh gatishmëri, është një dëgjuese që ka ofruar 100 euro për një rast prekur me kancer, është Donik Demiri Saqipi, që i bën dhuratë Mirlindës. Kompanitë që kanë ofruar ndihmë janë RC Cola, Lajthiza, Piano Parfum, Shqipe Gjylani dhe Donika. Faleminderit shumë gjithëve.